prej krejt partive të tjera, pra ka zotrin Gjini kësaj radhe. Patjetër që zoti Gjini nuk ka patur mundësinë kohore për të shpërfaqur të gjithë vizionin e tij dhe në kuadrët e reformimit të partisë, zgjerimit edhe implementimit të gjithë vizionit të tij në drejtimin e Aleancës për Armërinë e Kosovës. Koha realisht është shumë e shkurtër dhe duke kaluar nga zgjedhje në zgjedhje, patjetër që ky moment nuk është i arritshëm. Megjithatë, mendoj që fryma që e ndryshimin vetvete të partisë, mendoj që do ta shpërblej pozitivisht Aleancën për Armërinë e Kosovës në numrat moderuar. Patjetër nuk mendoj që do të ketë numra të cilët do të jenë dukshëm distant pozitiv nga të paktën 2 zgjedhjet e fundit, por mendoj që gjithsesi Aleanca për Armërinë e Kosovës do të ketë një rritje, mendoj, të moderuar, duke pasur parasysh kohën e shkurtër. Konsiderojnë që do të ketë rritje derisa të moderuar, derisa diskutimi po bëhet, ka një frikë që nuk do ta kaloj pragun. Apo nuk e shihni ju fare problem? Me një ritm modeste që unë kam, unë mendoj që Aleanca për Armërinë e Kosovës nuk e diskuton pragun. Me një ritm modeste që unë kam. Mendoni se e ruan në elektoratin e vet? Pragun po. Unë mendoj që afërmi zotit Gjini dhe udhëheqja e re, mesazhi që i përcjellet elektoratit, mendoj që segmentet caktuara të elektoratit, cilët kërkojnë që të shohin fytyra të reja politike në udhëheqjen e partive, mendoj që në sidomos flukset caktuara në zonat qendrore urbane, mendoj që do të reagojnë pozitivisht ndaj këtij ndryshimi, i cili në fakt, siç e thash, është parathënë përpara se të ndodhte dhe kriza politike, pra nuk është një ndryshim në funksion të zgjedhjeve, por është një